The Illyrian Way, udhëtimi i Arta Logu Fusaro në Ballkan. Një atmosferë e ngrohtë dhe mbresëlënse mbizotëroi këtë të diel në lokalin Evropa në Stanford, ku promovua libri The Illyrian Way i autores shkodrane Arta Logu Fusaro. Ngjarja mblodhi një audiencë të larmishme nga vendet ndryshme të Ballkanit, duke dhënë aktivitetit një frymë shumë kulturore. Ky diversitet u përputh me përmbajtjen e librit, i cili lindi nga një udhëtim 3 mujor në Sloveni, Kroaci, Bosnjë Hercegovinë, Maltëzi, Kosovë, Maqedoninë të Veriut dhe Shqipëri. Gjatë këtij rrugtimi, autorja dhe bashkëshorti i saj mblodhen takime, përvoja dhe kujtime që u shndruan në një mozaik rrëfimesh të ilustruar dhe me fotografi të shumta. Në libër Fusaro është Ballkani si një hapësirë me rrënjë përbashkëta historike e kulturore, duke e përkufizuar si një zhytje në një mozaik takimesh, udhëtar botror, heronj fshatrash, rënoja të lashta dhe një kërkim të rrënjëve ilire të autores. Promovimi u pasurua nga zëra të ndryshëm si Silva Kristov, Bullgari, Evsen Silmas, Turqi, Tedi Rupuj, Rumani, Uranela Demaj, Kosovë, Julieta Buja, Shqipëri, Indira Bajer, Bosnjë, Angela Buja, Shqipëri, Erin O'Neill, Argeta, Shtetet e Bashkuara, Adi Mehmeti, Lugina e Preshevës e të tjerë, të cilët ndanë rrëfime nga përjetimet e tyre shumëgjyrshe. Arta Logu Fusaro i përket brezit të parë të emigrantëve shqiptarë në Amerikë, aktualisht punon në menaxhimin e projekteve ndërkombëtare. The Illyrian Way është libri i saj i parë i shkruar në anglisht për një audiencë globale.